Ekspozita Pranvera ndërshqiptare në art solli në qytetin e Korçës 70 piktor nga të gjitha trevat shqiptare, të cilët ndanë me publikun krijimet e tyre dhe frymën e përbashkët artistike. Organizatorët thonë se ky aktivitet është një mënyrë e mirë për të bashkuar artistët nga të gjitha trojet shqiptare, brenda dhe jashtë vendit. Është një, nëse mund ta quaj, një bashkim artistësh me emrat MNZ, pra artistët më kualitativ, do thoya, të artit pamor në Shqipëri. Është një event shumë i rëndësishëm dhe është një event që ka munguar qytetit tonë të Korçës, dhe si ideator dhe artist njerësh, mendoj se është një vlerë pikërisht e shtuar, e munguar prej kohësh e këtij qyteti. Artist nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Malizi u bën pjesë e kësaj hapësire ku ngjyrat, idetë dhe emocionet takohen për të treguar se kultura është një gjuhë që na bashkon. Kjo është për një ekspozitë, me thonë, prej më të vlefshme, se janë në mbar kombëtare, ku fryma e artit përcjellur prej se shkputjet tona politike që kanë bërë, po prapë se prapë na jemi kulturalisht një popull. Si organizime dhe si iniciativë mendoj se është nga më të mirat që është bërë jo vetëm në Korçë, por në gjithë Shqipërinë mendoj, për t'i dhënë zë edhe artit edhe artistëve, jo vetëm të konsoliduar, domethënë tani, po edhe artistëve të rinj, siç mund ta konsideroj edhe veten. Përmes një shumëllojshmërie stilesh dhe qasjesh artistike, ekspozita sjell frymën e pranverës si simbol të ripërtëritjes, dialogut dhe bashkimit kulturor. Ky aktivitet synon të krijojë një urë komunikimi mes artistëve dhe publikut, duke vënë në pah energjinë krijuese dhe diversitetin e artit bashkëkohor shqiptar.